Në ligjore, që unë kam thënë dhe në për studiut e tjera, kur kam dhënë intervistat e mia, që ne kemi një byro kombëtar hetimi, që është si motra e FBI-s, por ama nuk kemi asnjë ndryshim nga një oficer i policisë gjyqësore në një prokurori të zakonshme. Kjo prokurori kërkohet që të bëjë hetime, kërkohet që të bëjë vëzhgime, kërkohet që të bëjë implementim të pajisjeve në përgjigje ambientale, kërkon që të bëjë shumë gjëra, ndërkohë që nuk ka as edhe një vetë. Dhe në momentin që do të duhet të operojë me këto veprime që janë veprime hetimore, do të duhet të shtrit dorën normalisht policisë, e cila mund të jetë e varur nga ministria, mund të jetë me qeverinë, e shumë gjëra të kësaj natyre, dhe mund rrugës ndoshta ka treguar që këto hetime dekonspirohen, prishen, dikush merr përsipër që të shesi informacion e tjera, dhe ai kërkon që SPAK-u, siç është me ligj, ashtu si prokuroria e veçantë e ngritur me ligj, kërkon që të ketë edhe struktura të veçanta të pavarura nga organet e tjera legislatuese që janë të lidhura me qeverinë. Po ashtu, një prej deklaratave të tij sot ishte për t'i dhënë edhe më shumë kompetenca drejtuesve të seksioneve të hetimit. Nuk është se ajo me se zbën mund që të ndryshoj cilësinë e hetimit, sepse kompetencat ata brenda llojit aty normalisht nuk është se u mungon. Ajo që me të vërtetë i mungon asaj prokurorie është ajo që unë sapo thash, që të ketë minimalisht agent në terren, minimalisht të ketë grupe vëzhgimi, të ketë pajisje, të ketë një sofistikuar dhe të ketë të quhet një polici paralele, domethënë. Dhe tashmë që kemi dhe kreun e ri të byros kombëtare të hetimit, Joni Ketën, dhe kreun e ri mbas datës 18 dhjetor të SPAK-ut, a prisni bashkëpunim mes tyre dhe jo siç ndodhi në epokën e zonjës Hajnaj, kur ishte në krye të BK-s, që është folur gjatë për mos bashkëpunim dhe mos komunikim me drejtuesin e SPAK-ut? Shiko, zonja Hajnaj në fakt erdhi nga policia e shtetit, erdhi nga jeta jo e jeta e prokurorëve dhe oficerëve të policisë të asaj. Joni Keta është me një karrierë të gjatë si në krimet e rënda, por ashtu dhe në prokurorinë e posaçme në SPAK, si hetues i BK-s, por dhe si oficer, dhe unë mendoj se do të ketë një bashkëpunim shumë herë më të mirë, për arsye sepse si Joni dhe Klodian Brau e din shumë mirë se çfarë mungon aty për të realizuar normalisht një komunikim të shkëlqyer në rrafshin institucional, por dhe, si të thuash, vin nga baza që të dy. Dhe din shumë mirë që se çfarë duhet të dakorcojmë me një tjetrin për mos të prishur produktin e institucionit, se në tërësi byroja dhe SPAK-u, të dyja bashkë janë në kupolën e SPAK-ut. Pika ime e fortë, tha Klodian Brau sot para antarëve të KLP-s, kur ishte ende në cilësinë e kandidatit, janë hetimet kundër korrupsionit. Dhe në vitet që ka qenë prokurori i SPAK-ut ka patur një sër dosjesh të rëndësishme, siç ka qenë ai i inceneratorit të Elbasanit, dosja e 5D-s, e Toyota Yarisit edhe dosje tjera, po këto unë po i nënvizoj. Fokusi kryesor në 3 vitet e ardhshme besoni se do të jetë ajo rrugë e nisur nga Dumani aktualisht, edhe në mandatin e Braus? Klodian Brau normalisht ka qenë drejtuesi i seksionit për kundër korrupsionit, siç ka qenë dhe po Xholi kundër krimit të organizuar, sepse aty janë të ndarë në seksionet veçanta. Normalisht që ka një eksperiencë dhe më të gjatë përpara se sa të ishte drejtuesi i këtij seksioni, sepse ka qenë dhe po prapë në krimet e rënda. Duhet të shpjegojmë diçka dhe duhet të kuptojmë që duke kaluar vitet, ajo prokurori normalisht që standardizohet. Nuk ishte siç ishte 3 vjeçarin e parë, se akoma nuk ishin, mund të themi, dhe karige për të ulur, as tavolina për të punuar. Në 3 vjeçarin e dytë normalisht mori konturet ligjore që zoti Dumani i dha, përveç se kontureve ligjore i dha dhe dhe u dha dhe ana morale, që ndronte vetë në çdo hetim të gjitha, e ngriti aty ku duhet të ngrihej steka. Normalisht që ne presim që në çdo 3 vjeçar që kalon e më lart, ashtu presim që dhe cilësia të rritet në nivele akoma më të larta.
Pret që krau i djathtë me luftën kundër korrupsionit pra të ketë një zvendësim rolesh në ditën që do të marrë detyrën e kreut të SPAK-ut nga zoti Dumani, ai do jetë në krye të prokurorisë posaçme dhe në sektorin kundër korrupsionit të vijojë Dumani apo? Ç'është e vërteta, unë mendoj se mund të ndodhi kjo për arsye sepse zoti Dumani ka qenë një drejtues i seksionit të kundër krimit të organizuar dhe normalisht e vetmja gjë që atë do ta vinte në provë dhe do ta kishte me qef, besoj unë, do të ishte pse jo dhe pozicioni kundër drejtimit të seksionit kundër korrupsionit. Avokat, një prej deklaratave që ra në sy edhe në komunikimin që pak më parë pata me avokatin